Grupit tonë parlamentar dhe do ta vendosim nëse do të marrim pjesë ose jo. Po ne kemi dhënë një betim për të shërbyer si deputet të vendit të Kosovës dhe ky është vendi jonë i punës. Ne jemi sot në ditën e 31 dhe dita e 31 nuk bëhet dita e 30 dhe jemi në shkelje të plot kushtetutës nga partia që ka fituar shumicën në Parlamentin e Kosovës. Juve ju kujtohet drama e vitit kaluar këtë parlament. Kemi ardhur për mbi 50 herë, sepse partia që sot ka shumicën e atëherë nuk e kishte për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, i kishte vetëm 47 deputet. Thoshte që pavarësisht se kam shumicën, më takon e drejta me propozuar dhe do të me votu. Sot nuk e propozon edhe pse e ka shumicën. Është totalisht e papërgjeshme. Ndërtimi i autokracisë fillon kështu, me gjëra të vogla. Me një afat, me një nen, derisa vendoset pushteti i plotë. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që kjo nuk është një çështje teknike, formale e shkeljes së kushtetutës. Nëse sot këtu, në organin kryesor të shtetit, po shkelet kushtetuta në mënyrë totalisht hapur, nesër mos kujtojnë që ky pushtet autoritar nuk ju godet, nuk ju troket, edhe nuk i godet në bizneset e tyre, në pronat e tyre, e nuk ju troket në derën e tyre për me shkel drejtat dhe lejitë e njeriut që mbrohen në këtë vend. Në historinë e njerëzimit dhe në historinë tonë kemi vujt burgun politik, luftën, sakrificën me vendos pushtetin nën kushtetutën. Jo pushtetin mbi kushtetutën, sot kemi pushtet mbi kushtetutën. Në këtë sallë, 1989 është rënua autonomia e Kosovës. Sot po rënohet kushtetuta e Kosovës, por jo më prej Miloševićit, prej njerëzve që i ka zgjedhur populli i Kosovës dhe kjo është e pabesueshme e papranueshme për ne. A do ta dërgoni gjykatën kushtetuese seancën e sotmes? Ta shohim si do të. Po thuani që nuk e përjashtojmë absolutisht. Ju dini që kemi pas një traditë në këtë çështje. Ta shohim si do të zhvillohet seanca sot dhe do të vendosim për veprimet më të.